Me 30 vota pro, 12 kundër dhe 1 abstenim, Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka miratuar buxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2026, me një vlerë prej 3.4 miliard lekësh. Seanca, e cila zgjati rreth 4 orë, u shoqërua me prezantime dhe debate mes këshilltarëve bashkiak lidhur me projekt buxhetin. Në fjalën e tij para këshilltarëve, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci theksoi se ky buxhet i garanton qytetarëve vazhdimsinë e investimeve dhe shërbimeve publike. Ai u ndal tek bashkëpunimi me donatorët e huaj, si dhe te investimet që pritet të nisin këtë vit për ndërtimin e banesave për të pastrehët, me një fond prej 1.6 milion euro nga buxheti i bashkisë. Në këto 2 vite, përpjekja jonë kryesore ka qenë të forcojmë dhe të riorganizojmë punën e Bashkisë Shkodër në të gjitha sektorët. Dua ta them qartë për këtë ndryshim të brendshëm dhe pak të ndryshim të brendshëm, asnjë nga rezultatet e deri tanishme të arritura nuk do të ishte e mundur. Dhe në këtë pikë dua të shpreh një falënderim të veçantë për drejtuesit dhe punonësit e Bashkisë Shkodër në të gjithë sektorët. Por gjithashtu dua të theksoj qartë se kjo punë nuk është bërë vetëm nga administrata apo nga kryetari, ka qenë mundur fare dhe bashkëpunimi me Këshillin Bashkiak, të cilin dua sinqerisht ta falenderoj për mbështetjen që ka qenë shumë e nevojshme për ne. Kemi arritur të kthejmë një partner kyç dhe të besueshëm për bashkëpunimin me institucionet qeveritare, me Ministritë e Linjës dhe me agjencitë përkatëse. Të përmirësojmë marrëdhëniet me partnerët, me donatorët ndërkombëtar, me Bankën Gjermane, me BEI, Bankën Europiane, të cilët e shohin Bashkinë Shkodër tashmë akoma më shumë si një partner të denjë dhe institucional. Miratimi i buxhetit është shoqëruar dhe me kritika nga përfaqësuesit e krahut të djathtë, të cilët ngritën akuza mbi mënyrën e hartimit dhe shpërndarjes së fondeve. Flitet këtu për transparencë. Po çfarë transparencë ka Bashkia Shkodër në një kohë që gjitha punimet apo kantiere që i quani ju keni hap, nuk kanë një tabelë informuese. Plus që janë hap ata rreth rrotullimet që e kam trajtuar edhe këtu në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, janë hap rreth rrotullimet s'punon kërkush te Ndobraç te rruga e policisë, edhe në fakt tabelë informuese na nuk shohim. Nuk e di se ku e shihni në Shkodrën e pastër që thoni se ju keni kënë se ka pas kënë në lyt, na kena pastru. Unë nuk shoh pastrim. Qytetarët e Shkodrës nuk shohin pastrim. Flitet këtu për rritje të interesit trive, po ku janë trit? Po trit kanë ik. Universiteti i Shkodrës mezi mahet në kam, se s'ka studenta. Studentët janë një pasuri për qytetin dhe duhet të trajtohen si prioritet strategjik. Përfundimisht, projekt buxheti 2026 është një bazë pune, po ka nevojë për më shumë lidhje me jetën reale të qytetarëve, më shumë fokus te rinia, sporti dhe studentët. Duke u nis nga dokumenti që na kena para, buxheti 2026 edhe projekt buxheti 26-28, na shohim që është një material me dobësi qarta strategjike, ku fondet varen nga fondet qendrore, niveli i investimeve është i ulët, janë kryesisht zona kryesore është paga personeli, pra shpenzime personelit, dhe duke menduar që mund ta kthejnë thjesht në një instrument, këtë buxhet në një instrument administrimi dhe jo zhvillimi, na jena kundër. Para votimit, kryebashkiaku Beci u bëri thirrje të gjithë këshilltarëve që ta mbështesin këtë dokument të rëndësishëm për qytetin, duke përcjellë një mesazh bashkëpunimi dhe duke shmangur përplasjet politike që sipas tij dëmtojnë interesin e Shkodrës. Ky këshill, që është i Shkodrës, ky është i Shkodrës dhe është fjalë e madhe. E ne do të kthehemi në nivelin e një këshilli të Shkodrës, që për qytetin, për rëndësinë, për pjekurinë, për maturinë, shpesh herë lën pak dhe nga vetja, për mos i kthy përgjigje gjërave të cilat nuk janë as pak të vërteta, po i lë. I lë sepse do t'jap shembullin tim të parë, që në diskutimet me vlerë të këtij vendi të shenjtë janë diskutimet për punën. Janë diskutimet për objektivat, korrigjimet për punën. I vlerësoj shumë dhe vërtet prandaj përmend aty kolegët dhe këto nga ju që është konstruktiv, ne kena nevojë të ndihmojmë. Ne kemi nevojë të punojmë, ne jemi serioz. Por ne kena nevojë dhe për mirënjohjen e atyre njerëzve që nuk ka ambulancë të shkojë aq shpejt sa shkon makina e plerave kur vjen një fotografi te grupi i ynë pastrimit. Të respektosh punën, duhet të dish ç'është puna.
ka shumë njerëz që nuk dinë të respektojnë punën se s'kan ditë me bë punë, s'kan punu. Dhe kam frikë se disa prej këtyre këtu që flasin për punën nuk e njohin punën. Si kanë lodhur ndonjëherë puna. I ka lodhur fjala. Dhe në emër të Shkodrës, dhe në emër të zhvillimit, kërkoj të merrem më shumë me punën, me mbështetjen tonë, me bashkëpunu me njëri tjetrin. Sigurisht është një moment i mirë i buxhetit, sigurisht jemi të gjithë dakord, por le ta kemi një proces pune për Shkodrën. Është shumë e rëndësishme, është shumë peshë e madhe. Unë e ndjej, gjithë ju e ndjeni, jam mirënjohës me sinqeritet, qoftë edhe me tekalimet që mund të jenë bërë, po unë jam e hapur, dera ime është e hapur e bashkisë për secilin nga ju, për të gjithë fjalëve dhe për të gjithë komenteve. Në shifra, buxheti i Bashkisë Shkodër për vitin 2026 rezulton 15% më i lartë, krahasuar me një vit më parë, ndërsa investimet e planifikuara janë rreth 80% më të mëdha se ato të vitit 2025. Sipas dokumentit të miratuar, prioritet mbetet infrastruktura, investimet qeveritare, bashkëpunimi me donatorët e huaj dhe mbështetja për shtresat sociale. Sa i përket sportit, për vitin 2026 është parashikuar rikonstruksioni plot i pallatit të sportit Qazim Dervishi, një ndërhyrje e konsideruar e domosdoshme nga komuniteti sportiv i Shkodrës.